Viti që po e lëm pas ka qenë ekstrem mbushur me videoklipe nga këngëtarët tanë të palosshëm. Gjithmonë ka pas diçka provokative në videoklipet e tyre, por asnjëherë nuk kanë qenë më të guximshëm se këtë vit. Materiali në vazhdim na tregon se cilat ishin videoklipet më provokative gjatë kësaj periudhe. Satisfaction. Janë këngëtarë që kanë arritur në sferën muzikore fal talentit të tyre në këtë profesion, por shpeshherë nuk mjafton vetëm talenti që ta bëj publikun për vete. Këtë e dinë më së miri disa nga divat botërore, të cilat për t'u bërë super të famshme kanë realizuar klipe super seksi, shumë prej tyre më pas edhe të cenzuara nga mediat apo kanalet zyrtare në internet. Estrada shqiptare tashmë është mbushur me këngëtare të reja, disa dinë të këndojnë e disa janë më shumë seksi se sa ja thon këngës. Me kalimin e viteve janë kapërcyer bariera dhe videot sa vine bën më të nxehta dhe këngëtarët bukuroshe vishën gjithmonë më pak para kamerave. Në qoftë se kthehemi në vitet e mëparshme, kjo dukuri nuk ishte aq shumë e përhapur. Ata që thyen akullin për të sjellur videoklipe me skena hot ishin grupi i repereve Tingulli Trend, të cilët njiheshin edhe si grupi me fjalor të pistë. Pas këngës Kishe unë bukuroshe, e cila u ndalua të transmetojë në televizionet tona, ishte një klip tjetër që ata sollën në bashkëpunim me këngëtarin Ermal Fejzullahu. Ishte kënga Ikom, e cila parapriu me një klip shumë të nxehtë të realizuar në Bregdetin shqiptar. Ajo që dallohet më shumë në klip janë femrat e zhveshura dhe skenat e nxehta, bjondët që çmendin Getin, Agonin dhe Ermalin. Në qoftë se ndonjëri prej jush ka ndërmend të hedhë në treg një album dhe kërkon rrugën më të lehtë drejt suksesit, duhet të ndjek shembullin e bukurosheve që kanë kapur majat e suksesit, fal performancës së tyre. Nuk mund të ndonë ndryshe, për të qeni suksesshëm duhet të zhvishësh sa më tepër, të zbulosh paksa nga hiret që nëna natyrë u ka falur. Viti që po lëm pas ka shënuar një trend të ri në publikimin e videoklipeve të përgatitura nga këngëtarët tonë. Ani pse edhe këto videoklipe kanë filluar të jenë shumë erotike. Tashmë nuk ka këngëtar që në klipet e tyre së paku një skem provokuese nuk ekziston, e ndryshe nga dikush, të tjerët kanë gjithë klipin provokativ. Në krye të lisës qëndron këngëtarja Tuna me videoklipin i asaj, edhe pse kënga është prezantuar prej një kohe të gjatë, ajo vijon të jetë më e dëgjuara, çka i atribuohet videos e përfolur mjaft këto kohë për shkak të lëvizjeve të erotike që kryen në klipin e saj më të ri. Këngëtarja ka prekur zoskën e saj, jo vetëm në videoklip, por ajo pasi e ka parë që ky veprim ka shkaktuar emocion të fortë tek publiku, nuk ka refuzuar ta prek zokun edhe gjatë koncerteve. Së këndemi, për pos bukurisë së tyre që t'i merr syt, veçohet edhe vallëzimi i tyre, që mund të jetë para gjithë të tjerave, karakteristikë për ndonjë film, romans ose pornografik. As shumë dritën sa që mbajnë belin ton me duar, mos po na kputet. E cilëson si shumë të dhimbshme që disa këngëtare me zhveshje mundohen të mbulojnë talentin e tyre. Ndonse fillimet e saj në karrierën muzikore ishin të qeta, këngëtarja Linda Halimi tashmë nuk ka të ndalur dhe po tenton në shumë mënyra. Nëse kthehemi pak mbrapa në kohë, të gjithë ju besoj e mbani mend se si ka nisur karriera Linda Halimit, këngëtare së re me një pamje të thjeshtë dhe me mbi peshë, por që menjëherë fitoi simpatinë e publikut me zërin e saj të jashtëzakonshëm. Por sikur nuk mjaftoi zëri për Lindën. Ajo zgjedhi të themi një mënyrë tjetër marketingu. Ishte pikërisht videoklipi i saj shumë i përfolur, I Just Wanna. Për shkak të skenave hot, rekomandohet të shihet vetëm nga ata që janë mbi moshën 18 vjeç. Videoklipi vjen me plot skena provokative e vajza joshte nudo. E po dikush ndoshta të kishte zërin e saj, as që do i shkonte mendja të këndoj Juana. Një videoklip me skena erotike nuk ka munguar edhe nga këngëtari Flori Mumajesi, i cili së fundi po sjell hitet më të mëdha shqiptare. Marina ishte videoklipi që kishte publikuar kohë më parë në bashkëpunim me Ylli Bakën. Në këtë klip Flori ka provokuar kogja fantazinë e djemve, por jo vetëm, duke sjellë një video mjaft të nxehtë, skena tipike të një filmi erotik, besa edhe pornografik. Lodra seksuale dhe pemë të ndryshme që nxisin seksin si dhe dy vajza të cilat luajnë rolin e lesbikeve. Janë në qendër të vëmendjes në klipin që përveç se ato provokojnë edhe me puthje lesbike.
Pothuaj se çdo ditë na bie të shohim nëpër televizionet tona klipe mjaft të nxehta në të cilat performojnë këngëtarët tona ose femra tjera shoqëruese të cilat vallëzojnë. Si duket, kjo formulë e zbuluar tashmë nuk po ka të ndalur. Pikërisht këto ditë është një tjetër këngë që ka zgjuar debat të ashpër për shkak të tekstit, fabulës dhe versionit të videos. Besoj që tashmë e dini, këngëtarja Fjolla Morina, javë më parë ka hedhur në treg videoklipin Shpesh herë këngëtarët nuk përshtatin tekstin e këngës me videoklip. Fjolla Morina duket se ka ditur t'i përshtat mirë të dyja. Trupin e mirë e ki. Skenat erotike janë ato që shoqërojnë klipin gjatë gjithë kohës e që e bëjnë atë të shikuar dhe të dëgjuar. Me ty e ka me ty. Euforia që ka kapluar industrinë e klipeve nuk po ka të ndalur. Këta ishin këngëtarët që këtë vit realizuan provokimet më të mëdha në videoklipe, një herë azit edhe më të përfolurit për skenat më të nxehta. Satisfaction.